Shoqata e të përndjekurve politik në rrethin e Lushnjës me urdhër të bashkisë së këtij rrethi është nxjerrë jashtë nga zyrat e saj. Prej disa ditësh kësaj zyre është vënë një tjetër çelës nga Bashkia e Lushnjës, ndërsa të gjitha materialet e punës së shoqatës janë kyçur brenda. Kryetari i bashkisë Fatos Tuçe ka nxjerrë urdhër për largimin e kësaj shoqate nga ambientet ku për 12 vjet ka kryer veprimtarinë si shoqat, me pretendimin se këto ambiente do t'i kthehen pushtetit lokal. Ndërkaq 4700 anëtar të kësaj shoqate janë tepër të shqetësuar dhe të irrituar. Të dy shoqatat e përndjekurve politik tu kanë mbi 12 vjet që punojnë në këtë zyrë. Edhe tashi për habi për çudi e këtondi nga bashkia na vinë, na pezullojnë zyrën, edhe na vulosin, na i vjen një brav tjetër, edhe zyra këtu nuk po funksionon asnjë. Në këtë moment, në këtë kohë, që kryetari Edi Rama del më të madhe, edhe përkat gjithë përndjekut politik. Tashi për çudi shikojmë tashi bashkia e rrethit ton del kundra kryetarit partisë. Në nxjerr për jashtë nga zyra, e thonë, vini thotë se këto janë zyrat e bashkisë. Neve të përndjekët politik, Partia Socialiste po na nxjerr nga zyra, të zyrave kemi gati 17 vjet që kemi marrë me një dokument nga ish këshilli bashkiak i asaj kohe. Nëpërmjet zëdhënësit të saj për shtyp, Bashkia e Lushnjës është shprehur se këto shoqata nuk disponojnë dokumentacion të rregullt për shfrytëzimin e këtyre ambienteve për zyra, ndaj duhet të largohen. Ndërsa zyra ku kjo shoqat ka mbi 12 vjet që ka punuar është kyçur nga Bashkia e Lushnjës, është bllokuar puna për nxjerrjen e dokumentacionit për të përndjekurit politik, ndërkohë që nuk është marrë asnjë mas nga pushteti lokal për gjetjen e ambienteve të tjera.